Projekti bulevardit të palmave dhe agrumeve në Vlorë po kthehet në një tjetër investim të dështuar në qytet, për vetë faktin se ende pa përfunduar mirë punimet për realizimin e kësaj vepre madhore për Vlorën, janë vënë re disa problematika të cilat janë kthyer shqetësuese për qytetin dhe banorët e zonës. Në këtë bulevard ka nisur të thahen dhe dëmtohen me dhjetra palma, tashmë përgjatë gjithë gjatësisë së tij. Palma këto të mbjella aty muajt e fundit. Për të qartë dhe për të qeshur ky fakt se këto palma janë tharë ende pa u realizuar mirë projekti. Punimet aty vazhdojnë, por pavarësisht se puna nuk ka përfunduar, disa kohë pas vendosjes së tyre, dhjetar palma janë tharë në pjesët ku ato janë vendosur. Do të quaj bulevardi palmave dhe agrumeve, por edhe jashtë për shkak të ndarjes së tij në 3 pjesë dhe mbjelljes së lotit të parë të palmave, në lotin e dytë të agrumeve dhe në pjesën e tij të tretë të jashtë, por me sa duket e ka humbur qëllimin për të cilin po realizohet, pasi palmat pak nga pak po thahen të gjitha, duke rrezikuar që brenda një kohe fare të shkurtër mos të mbes më asnjë prej tyre. Ky skandal i shkaktuar konstatohet sot nga pjesa e kryqëzimit të gjimnazit jo publik Perla deri në zonën e gjyqit të vjetër në Vlorë, ku në këtë lot të parë të këtij projekti, shumica e palmave të mbjella janë tharë totalisht. Kujtojmë këtu faktin që këto palma, të cilat po ndiqnin në ekran, nuk mund të mbijnë më, dhe brenda një kohe fare të shkurtër do të duhet që të largohen nga ky bulevard, pasi do të jenë tharë totalisht edhe trungjet e tyre. Përgjatë segmentit rrugor, sheh gjithashtu edhe dhjetra palma të tjera, të cilat kanë filluar tashmë të dëmtohen edhe trungjet e këtyre të fundit. Kurora e këtyre pemëve është tharë totalisht dhe aty janë tharë madje edhe trungjet, duke i dëmtuar në total. Sot ky bulevard mund të quhet me plot gojën si bulevardi i palmave të thara, pasi shumë pak palma janë ende në lulëzim përgjatë segmentit rrugor. Kjo pjesë e projektit të ofron dhe një imazh krejtësisht të shëmtuar, ku sheh dhjetra pemë të thara që gjenden në të. Kujtojmë që një palmë e tillë vlen miliona lekë. Këtu thellohet edhe më tepër ky skandal i konstatuar në Vlorë, ku krahas dëmit që ka në mjedis, funksionalitet të projektit, dëmi ekonomik llogaritet tepër i lartë. Me dhjetra palma të thara për pak muaj do të priten dhe do të hidhen poshtë, njësoj si vlera e tyre monetare me të cilën janë blerë. Një rast të ngjashëm kemi sot në Lungomare, ku pemët e llojit Pish brenda pak muajve nga projekti u than u pren dhe Lungomare është sot pa pjesët e saj të gjelbëruara, por të paktën në Lungomare pemët u than pas përfundimit të projektit, por në Vlorë në kaq vite është hera e parë kur pemët, palmat, thahen pa u përfunduar mirë as gjysma e punimeve për projektin e bulevardit të palmave.